Bashkia e Vlorës ka nisur rifreskimin e sinjalistikës rrugore në të gjithë qytetin e Vlorës. Për sigurinë rrugore, tashmë puna ka startuar në disa rrugë, përfshi zonën e Skelës apo edhe Lungomaren. Rifreskimi sinjalistikës është një domosdoshmëri për sigurinë rrugore, sipas kryebashkiakut Ermal Tredha, ndaj në disa nyje dhe segmente të rëndësishme të qytetit tashmë ka nisur puna, duke qenë se në këtë periudhë qyteti është edhe i frekuentuar për shkak edhe të ditëve të shumta me diell që ai ka, por edhe duke qenë se jemi në prag të nisjes së sezonit turistik, një rifreskim i sinjalistikës rrugore është mjaft i domosdoshëm. Ndaj Bashkia e Vlorës së bashku me ndërmarrjet e saj ka nisur realizimin e këtij projekti. Ndërkaq, kryetari i Bashkisë së Vlorës Ermal Tredha thotë se ka nisur bashkëpunimin edhe me shkollë industriale për të tjera projekte në vijim. Ashtu sikundër, shkolla industriale përbën kështu një partneritet mjaft të rëndësishëm me Bashkinë e Vlorës. Shenjat e pranverës janë shfaqur, thot kryebashkiaku, do ta shpreh kudo e kurdo mirënjohjen dhe falenderimin për super çunat e shkollës industriale që bashkohen në çdo nismën për qytetin, siç ishte në këtë rast realizimi i lajmëtareve të pranverës. Sërish me lule, paçi një javë të mbar, thot kryetari i Bashkisë Ermal Tredha, duke publikuar edhe disa sekuenca nga puna e nxënësve të shkollës industriale.